Përshëndetje miqtë radios Ringjallja, mirë se erdhët si çdo javë. Jam në studio me zotin Miron Çako, përgjegjës së zyrës së katekizmit pranë kryepiskopatës. Sot do të flasim mbi temën midis shpirtit dhe pamjes, dy fytyrat e bukurisë. Zoti Miron, ju falenderoj që erdhët sërish dhe këtë javë për të diskutuar një temë të tillë. Është dhe kënaqësi, është dhe detyrim që kemi si zyrë e katekizmit. Nëse unë dua të dukem bukur, a është mëkat? Jo. Shiko, shpëtimi në Zotin, pra flasim për shpirtin, dhe bukuria janë bashkë. E thoshtë edhe kryepiskopi këtë. Prandaj po ta shikojmë arti kishtar, është shumë i bukur. Stolia që i bëhet kishës nga në arkitekturë, nga në e brendshme është e bukur. Pra, në Zotin ose në shërbimin e shpirtit po flasim, njerëzit kanë hedhur atë kulmin e aftësive të tyre artistike. Tani vim edhe te qenia jo njerëzore. Ne njerëzit nuk jemi qenie të rastësishme, kemi thënë dhe në takime tjera, ne nuk jemi qenie një evolucioni utopik, por jemi krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Dhe sipas hetërve të kishës, ikona e Perëndisë nuk është vetëm shpirti, që ka atribute, ka inteligjencë, ka liri, ka aftësi për dashur dhe për të krijuar. Këto janë atribute shpirtërore që i ka Zoti dhe i stamposit te shpirti ynë. Por njeriu nuk është vetëm shpirt, sepse i bie të jetë një fantazëm, as trup, se i bie të jetë një kufon, po njeriu shpirt trup. Kështu që edhe trupi sipas hetërve të kishës është nga arkitekti, nga krijuesi, Zoti, është bërë që të jetë ai imazhi i Perëndisë. Pavarësisht se Perëndia nuk ka trup, pra është një qenie pa trup, por ne dimë që Perëndia në providencën e tij, në planin e tij për shpëtimin e njeriut do merrte trup. Dhe kjo ishte thënë në profecitë e dhjetës vjetës, si thotë dhe profeti Daniel, ja shikoja si një biri njeriu që shkon tek i lashti dhe merr pushtetin. Por e shikojmë të konkretizuar ku biri dhe fjala e Perëndisë u bë mish, siç thotë dhe Shën Johani, dhe fjala u bë mish dhe qëndroi te ne, mori trup, mori trajt njerëzore. Dhe për Krishtin na thuhet te psalmi ai ishte më i bukuri ndër gjithë njerëzit. Do me thënë, edhe pjesa e jashtme fizike paraqet atë që quhet ikona e Perëndisë. Kështu që shpirti dhe trupi duhen zbukuruar. Nëse, për shembull, bukuria fizike, vjen një moment që është burim krenarie. Se shohim shpesh në rrjetet sociale, është ekspozuar, madje janë vendosur dhe standardet e rrjeteve sociale. Tani çështja është kjo. Prap duhet të shikojmë qenie njerëzore, se po flasim për veten tonë. Qenia njerëzore, pavarësisht racës, gjuhës, gjinisë, është njeriu. Dhe çdo njeri është ikonë e Perëndisë. Ky është këndvështrimi i krishterë. Dhe njeriu tha më shpirt edhe trup. Por ka një hierarki të shpirtit dhe trupit. Shpirti jep jetë trupit. Dhe shpirti, pra që është vetë njeriu, jetë ti dhe unë brenda një trupi. Siç është një shofer brenda një makine. Tashti, rëndësishme është që ne duhet të zbukurojmë shpirtin në fillim. Dhe duke zbukuruar shpirtin, kjo bukuri e shpirtit rrezaton edhe në trupin. Prandaj është një thënie që për shembull një njeri i virtuçëm edhe në pleqëri ai rrezaton bukuri. Ose për shembull thuhet një fjalë tjetër nga fjalët e urta, e kundërta. Një grua e bukur, por e paditur, është si një unazar në feçkën e një derri. Do me thënë, kur është një bukuri e jashtme, pa bukurinë e shpirtit, kjo është e shëmtuar, sepse njeriu shpreh veten botën e tij shpirtërore. Për këtë ndihmon edhe trupi, ndihmon dhe mimika, ndihmon edhe fiziku dhe të gjitha. Por e rëndësishme është shpirti. Prandaj, në fillim ne do të zbukurojmë shpirtin. Si ta zbukurojmë shpirtin? Këtu është problemi. Kur e krijoi Zoti njeriu, ne krijoi të përsosur. Shpirt edhe trup. Dhe trupi rrezatonte atë çfarë ishte shpirti. Por fatkeqësisht ne dimë që njeriu ra në mëkat. Pra u rebelua dhe këtu filloi në fillim dekadenca shpirtërore. Pra njeriu vdiq shpirtërisht. Fjala vdiq shpirtërisht nuk do të thotë se humbi si qenie, por u nda nga Zoti që është burimi i jetës, i mirësisë edhe i bukurisë. Dhe kështu njeriu psoi një dekadencë të shpirtit, një prishje, një shëmtim të shpirtit. Kjo pasojë sjellë dekadencën e trupit.
Pra, njeriu I parë Adami dhe Eva ishin krijuar të përsosur. Njerëzit më të pashëm që mund të kenë ekzistuar në këtë botë dhe më inteligjent. Por pastaj kemi fëmijët e Adamit dhe të Evës. Të parët u krijuan drejt për drejt nga Perëndia. Të dytët, pra fëmijët e Adamit u krijuan nga Zoti në bashkëpunim me njeriu. Këtu fillon pastaj problemi I dekadencës edhe në trupat e tyre, sepse ata patën probleme shpirtërore, për shembull Kaini vravi Abelin, ose kemi shturjen e racës njerëzore përpara Noës. Këtu fillojnë edhe problemet trupore. Kështu që çështja është mëkati e shëmton shpirtin, shëmton edhe trupin. Prandaj kemi që mbas mëkatit të Adamit dhe Evës, duke qenë se shpirtrat mëkatuan, edhe trupat mësuan dekadencë, fillojnë defektet, që themi defekte gjenetike. Pra njeriu edhe nga pamejashme e humbi staturën e tij si I përkryer dhe filloi problemet të lindura për shkak të mëkatit të gjyshor. Ndonjëherë, se mua po e zgjeroj pak si temë. Ndonjëherë neve për shembull bëjmë fajtor Zotin, që themi për shembull pse ka lindur një njeri kështu. Është Zoti. Sa themi që është Zoti I kriju si çdo njeriu, por këtu gabojmë. Sepse këtu nuk është vetëm Zoti, këtu është dhe njeriu. Por njeriu trashëgon mëkatet së gjyshor, që është Adami dhe Evës, dhe mëkatet prindërore. Dhe kështu që nuk është fajtor Zoti, Zoti nuk krijon vepra skarco. Zoti krijon me atë çfarë japi neve, atë që është më mirë e mundshme në këtë situatë. Se krijon në bashkëpunim me neve. Por nëse kemi defekte të trashëguara gjenetike, këto vijnë për shkak të mëkateve prindërore. Nëse pasaj kemi dhe probleme fizike gjatë jetës aksidente, këto vijnë dhe nga mëkatet personale. Kështu që çështja është kjo, tani, si do ta zbukurojmë shpirtin? Shpirti zbukurohet duke hequr mëkatin. Mëkati nuk e heq vetë njeriu. Mëkatin e heq Zoti, sepse Zoti shpagon mëkatin e njeriu. Prandaj themi një shprehje, as Zoti as ëngjëll as njëri vetë Zoti na shpëtoi lavdim aty. Kështu që kemi zbukurimin e shpirtit. Kjo ndodh në misterin e kishës. Kur ne pagzohemi në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, largohet mëkati së gjyshor dhe mëkatet personale. Dhe fillon zbukurimi I shpirtit, ndriçimi I shpirtit. Kjo pastaj reflektohet dhe në trupin. Po të shikosh një njeri që pagzohet, ai ka një lloj rrezatimi edhe të jashtëm. Dhe kjo vazhdon procesi që themi ne I shenjtërisë dhe I hynizimit. Tani me trupin, trupat tanë kanë defekte, sepse nuk janë të përsosur për shkak të mëkatit. Por Zoti në fillim merret me shpirtin, sepse shpirti I jep trupit. Trupin ai do ta I përsosi në ardhin e tij të dytë, sepse ky trupa tanë do kalojnë nga procesi I vdekjes për shkak të mëkatit. Dhe kështu që gjithë këto zbukurime, kujdese të tepruara do të shkojnë kot një ditë, sepse do shkojnë në dhe do shkosh. Por çështja është se Zoti e mundi armikun më të madh që ka njeriu, vdekjen, me vdekjen e gjalljen e tij, dhe ai mori një trup njerëzor të lavdëruar. Këtë trup njerëzor të lavdëruar, Krishti ju premton njerëzve në ardhin e tij të dytë, veçanërisht besimtarëve në Krishtin, të cilët do kenë shpirtra të ndriçuar dhe trupa të lavdëruar. Në traditën e kishës thuhet që trupat e meshkujve, sepse do marrim trup të lavdëruar me një gjini përkatëse, do me thënë do dallojmë mashkull dhe femër, sepse Zoti e krijoi një njeriu mashkull dhe femër, mendohet sipas traditës që trupat e meshkujve do të jenë në moshën 33 vjeçe, në rininë e përjetshme, dhe të vajzave në moshën 15 vjeçe, sepse përshtaten me Krishtin si burri më I përsosur dhe Virgjëresha Mari si gruaja më e bekuar në botë. Pra, ne vetë krishterët nuk interesohemi shumë për trupin, për zbukurimin e trupit, sepse dim që do ta marrim këtë trup të përsosur në ardhen e dytë të Krishtit. Ne interesohemi tani për zbukurimin e shpirtit. Kjo ndihmon edhe në në përqasjen e fytyrës sonë dhe të fizikut tonë, sepse Zoti, sipas mundësisë që ne japim, është një mjeshtër që rregullon edhe defektet e trashëguara. A është dashuria, Miron, forma më e lartë e bukurisë? Po, dashuria është virtuti më I lartë. Dhe dashuria nuk është diçka që e krijon njerëzit. Dashuria është, Zoti është dashuri. Nuk është thjesht energji, është esenca e Perëndisë. Por kjo esencë e Perëndisë që është dashuri kthehet vjen te ne si energji, se ne nuk mund të marrim esencën e Zotit. Ne marrim energjinë. Ne nuk hym dot të marrim lëmshin e diellit, por ne marrim rrezet e diellit. Kjo dashuri tani vjen tek njerëzit. Dhe dashuria zbukuron shpirtin, sepse për këtë krijoi njeriu të dojë Zotin me gjithë mendje, me gjithë zërb, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë e tij,
dhe të doj të afërmin si veten e tij. Dhe kjo dashuri zbukuron njeriu, zbukuron marrëdhëniet shoqërore dhe kjo pra është ajo që tha dhe juve që dashuria është botoksi më i mirë ose kozmetika më e mirë që mund t'i bëjë një njeriu vetes, sepse të gjithë njerëzit që kanë dashuri, të gjithë janë të privilegjuar dhe të simpatik për të tjerët. Me që ndale këtu të botoksi. është teme për hapur shumë, edhe këto operacionet plastike sa vinë edhe ndoshta neve kemi huazuar edhe nga vendet perëndimore, por që janë përhapur shumë, madje bëhet dhe marketing. Ndikon në shtrëmbrimin shpirtëror të ikonës perëndis. Edhe ikonës perëndis. Shiko, kisha nuk është në konceptin fanatik, është fleksibël. Do me thënë, thamë që njeriu lind me defekte, për shkak të mëkatit sëgjeshor prindëror, ose sonde defekte gjatë jetës. Tani kemi ndërhyrje të si them mjekësisë estetike, që kjo sot bëhet dhe me anë të teknologjisë dhe teknologjia ka përparuar shumë, dhe këto kur janë të nevojshme, të domosdoshme, janë të mirëpritura. Dhe kisha i përshëndet që mjekësia, që është një instrument i Zotit për të mirën tonë, përdoret të korrigjojmë disa gabime të lindura ose të fituara. Ky nuk është gabim. Por, kur neve e përdorim mjekësin estetike ose ndërhyrjet estetike, i përdorim për egon ton, për të lënë, si them, gjurmë tek të tjerët, që të tjerët na shikojnë neve si qendër të jetës tyre për shkak të pasionit, për shkak të joshjes. Atëre këtu del një problem madh. Sepse neve këtë bukuri nuk e kërkojmë nga nevoja dhe domosdoshmëria, e kërkojmë nga egoizmi, nga uni. Ky është problem pastaj, sepse ky problem ty të ndan edhe nga Zoti, sepse Zoti e krijoi njeriu që të ketë marrëdhënie me Perëndin, po të ndan dhe nga të tjerët, sepse Zoti e krijoi njeriu si një qenie shoqërore. Nëse ti kërkon të zbukurosh veten tënde për të ndarë nga të tjerët, për të bërë i veçantë nga të tjerët dhe për të rrequr vëmendjen e tjerë, për të bërë ti qendra, atëherë ky është një problem. Dhe shoqëria jonë sot me povuan nga ky problem, që nuk është një problem i modern, është i lashtë. Po shikojmë te grekët e lashtë, ata i dhanë shumë rëndësi fizikut të jashtë. Sepse grekët e lashtë, paganët, nuk e kishin konceptin real se çfarë shpirti i krijuar nga krijuesi dhe tjera. Por grekët e lashtë, se gjithë paganët, arritën në atë konceptin e gabuar sa materia është më e rëndësishme, sepse atë shikonin, atë e preknin. Dhe atëre çfarë bën ata? Ata i dhanë rëndësi fizikut. Pra, dhe i dhanë rëndësi njeriut. Njeriu bën masa. Dhe masa njeriut ishte fiziku i jashtëm. Kështu që, po të shikojmë për shembull dhe në artin klasik, shikojmë që kemi një perfekcion të staturës njerëzore. Dhe në atë kohë, statusi në Greqinë e lashtë ishte pamje e jashtme, kurimi i gjithë trupit, një trup atletik, ishte fytyra si theme kozmetika që bësh në atë kohë, depilimi i trupit, edhe mashkull dhe femër, dhe këta tani kishin bërë të vizion e kishin bërë dhe duke bërë statura të perëndive. Dhe kështu njerëzit e shikonin statusin e tyre nga ana e jashtme. Prandaj edhe sot, që jemi në shoqëri neopagane, që po rikthejmë vlerat e paganizmit, pra ku masa është njeriu, nuk është Zoti, atëherë ne po kthehemi tani tek trupi. Po ku kthehemi te trupi duke bërë trupi një illull. Dhe këtu kemi atë bumin e ndërhyrjeve estetike që sot, si them, po bëhet një bum i madh, një epidemi. Sa njerëzit duke menduar të bëhen të përsosur, nuk arrin kur përsosëri, por njerëzit arrin aty derisa mund edhe të deformohen, kjo të kthehet në të kundërtën, dhe sot po shikojmë njerëzit po bëhen plastik ose ato Barbie, disa kuklla që humbasin identitetin e tyre. Pra, ne kthehemi tani në një idhull modern që është trupi. Kjo është një gabim i madh, është një investim i gabuar, kur nuk është e nevojshme dhe e domosdoshme, sepse nesër trupi yt sado që ti ta mbash, ai do të degradojë.
Prandaj gjithçka është e kot. Kështu që duhet pasur kujdes. Kisha është kundër, siç thonë edhe etrit e kishës, siç thonë dhe kanonet e kishës, një zbukurimi i tepruar i vetes. Që të kujdesesh për veten nuk është gabim. Por që ta zbukurosh veten për te limiteve dhe etikës, atëre ky është gabim. Sepse ti kërkon të sfidosh krijuesin, duke i thënë krijuesit që ti nuk je një mjeshtër shumë i aftë, ke bërë çiksi me probleme, kështu do t'i rregulloj unë këto. Si dikush shkoj tani tek Mona Lisa e Leonardo da Vinci dhe t'i bëj disa qerpik më shumë, t'i bëj në një shan këtu, t'i bëj çik buskuq, botox, kur do ta lejonte atë që të prishte atë kryevepër. Po ne jemi kryevepra e Zotit. Prandaj duhet pasur kujdes kur ne ndërhyjmë tek vetja jon, sepse neve kalojmë pasaj në kufit e blasfemisë, neve mohojmë kryeveprën e Zotit tek neve. Dhe Zoti nuk na ka bërë kështu, si them, symbyllërazi. Po të shikojmë në shkrimin e shenjtë thuhet, unë të kam gdhëndur në pëllëmbën e dorës. Pra secili prej nesh është i gdhëndur jo thjesht në mitrën e nënës vet. Por aty Zoti ka ndërhyrë me atë dorën e tij të padushme dhe na ka gdhëndur edhe në botën shpirtërore dhe në botën fizike. Duke trashëguar genetikën e prindërve nga ana fizike, por dhe shpirtërore. Atëre, por Zoti bëri më të mirën e mundshme që të duhet ty në këtë jetë. Shpeshherë ajo bukuria e përsosur që neve e lakmojmë dhe shikojmë me zili dhe tek tjerët kur na mungon neve, ajo shpeshherë është burim vështirësisht të mëdha. Shumë njerëz që kanë një bukuri të lindur, ata ka shumë kosto, e para kanë egon e tyre shumë të zhvilluar, që kjo mund t'i çojë në tundime ndaj të tjerëve në keq përdorimin e bukurisë tyre, ose të tjerë që kanë zili, kanë armiqësi me ata, etj. Kështu që le të kënaqemi me atë si na ka bërë Perëndia. Perëndia di pse na ka bërë dhe ka lejuar në këtë formë. Dhe nëse edhe nuk jemi të përsosur, të ngushëllohemi jo thjesht me retorik, po me një të vërtet eskatologjike që Zoti, trupatan, do na i bëj të përsosur në ardhen e tij të dytë. Prandaj e rëndësishme është të zbukurojmë shpirtin dhe pastaj trupin, do t'ja lëm krijuesit kur ai do bëj kryeveprën e tij me ardhen e dytë. Domethënë duhet pasur kujdes. Dhe ajo që mund të them, kisha është kategorikisht kundra ndërhyrjes estetike sot për të ndryshuar gjinin, sepse sot po bëhet edhe probleme të tjera, ku një njeriu jo vetëm nuk i pëlqen statura, por nuk i pëlqen dhe gjinia. Dhe kisha është kundër kategorikisht kësaj ndërhyrje, sepse kjo pastaj bie ndesh me krijimin e Zotit, është perversion dhe kërkon të prish atë që Zoti e ka krijuar edhe si gjini, që dhe sot ky është një trend. Domethënë edhe teknologjia e ka bërë të mundur, po jo çdo gjë që bën teknologjia është e mirë. Nëse ajo kalon gardet etike, patjetër nuk është e mirë. Kthehet një bumerang. Pra, me pak fjalë, kisha nuk është kundër ndërhyrje estetike kur janë të nevojshme dhe domosdoshme. Pra, defektet të lindura ose të përfituara, ose kur kemi edhe diçka të lindur por që krijon një problem psikologjik të papërballueshëm te një person, nuk është gabim që të bëjmë një ndërhyrje. Duhet sensi i masës. Mos të ndryshosh identitetin tënd, naturalitetin tënd. Gjithmonë ne duhet të jemi sa më natyral. Dhe ajo që është natyrale është më e bukur. Shikoje për shembull, sot teknologjia ka arritur të bëjë lule artificiale që ti thua kjo është e vërtetë. Dhe ti kur e shikon nga larg, ajo të tërheq shumë apo jo? Po kur ti shikon dhe ajo është kallçuk, është leck, ti e lë më njatë, nuk ka vlerë. Kurse një lule natyrale, edhe pse mund të ketë pak vyshke, ti e vlerëson se është natyrale. Kështu është dhe njeriu. Ne nuk duhet bëhemi denatyral tash, të ndryshojmë veten tonë, mos ja njohim dhe të afërmit tanë, mos ja njohim dhe krijuesi. Tregohet një fabulë e bukur, shumë e interesante. Kur e kam lexuar, kam qeshur në kuptimin e mirë. Ndoshta mund ta kesh lexuar. Ishte një grua e cila psoi një atak dhe shkoi për si them tek ndërhyrja. Në atë momente ku ishte mes jetës dhe vdekjes, i shfaqet Zoti, është gjë fabulë, nuk është e vërtetë. I shfaqet Zoti dhe mos ke frita se do shrosh nga 20 vjet të tjera. Atëre, kjo shpëtoi kjo grua dhe tha, kam dhe 20 vjet tjera të merrem me çik me veten time. Dhe përfitoi aty ku ishte në spital, bëri këto gjitha ndërhyrjet estetike, ndryshoi komplet pamjen. Sa doli nga spitali, psoi një aksident dhe vdiq. Dhe atëre, duke vajtur shpirti i saj, i tha Zoti, po tim të edhe 20 vjet.
a më falë ta nuk të njofta, ke ndryshuar shumë. Do me thënë, ne mos bëjmë i deri aty sa të ndryshojmë, si që është sot tendenca, por ndryshuar gjithë shka, që mos ja njoj as krijuesi, as prindit, as bashortja, as shoqëria. Kjo është tendenca sot. Mos ta dim ku t'i ngjajnë fëmijët në fund. Duhet dish dhe një gjë, kjo është një problem shumë i madh, psikologjik edhe shëndetësor. E para një psikologjik, sepse sado që ndërhyj njeriu nuk mund të bëjë gjëra të përsosura si mund të bëjë krijuesi. Kur krijuesi e ka ndorë njeriu, prap kemi probleme gjenetike, sepse vinë për shkak të mëkatit, dhe ky është një problem i botës së mëkatit. Po neve njerëzit që jemi mëkatar, ne mund na prishet kjo vepër që kemi, pra kjo ndërhyrje estetike, dhe sot ka shumë probleme kur ndërhyrje estetike nuk dalin sipas asaj që pritshmërisë, dhe këto nuk janë të pariparueshme. Dhe ty pasaj të shkon gjithë jeta të ndryshon, gjithçka shkon në një regres, sepse ti humbe atë që nuk e fiton më dot, as pamjen e jashtme, as fizikun. Dhe diçka tjetër, ndërhyrjet estetike janë të kujdesshme sepse krijojnë shumë probleme shëndetësore, madje edhe vdekje. Dhe një ndër sëmundjet që porapet shumë sot me ndërhyrje estetike është dhe AIDS-i ose SIDA. Dhe me thënë, nuk janë pa rrisje këto, nuk janë pa kosto këto. Prandaj duhet pasur shumë kujdes, plus edhe problemi monetar, që nuk është thjesht ose nuk është e lirë për të marrë me veten. Harxhon para kod që nesër këto para do të humbi vlerën sepse trupi yt do plaket, do vdes. Asgjë. Standardet e bukurisë. Kisha ortodokse si e dallon bukurinë e vërtet, ndryshe nga ajo bukuria që ne njohim të gjithë, nga ajo që shohim në pjesa tjetër e botës. Solomoni, unë lidh me Solomonin, ishte nga njerëzit më të urtë, por dhe njerëzit më të pasur, por dhe njerëzit i cili e shijoi jetën në thonjza në maksimum. Ai kishte gati 1000 gram. Kishte marrë më të bukurat e femrave të asaj kohe. Dhe ato në një farë mënyrë e dëmtuan Solomonin. Por Solomoni nuk ishte kur i lumtur, se s'kishte dashuruar asnjëherë. Dhe thot, në eksperiencën e tij, këtë thot një njeri që kishte provuar të gjitha, se ndonjëherë themi ne i themi këto se si kemi provuar. Solomoni thot, gruaja që ka frikë Perëndije është dhuratë nga Zoti. Pra, ai nuk buri bukurinë. Për bukurinë tha kështu, që ta thash më përpara. Një grua e bukur, por pamend është si një unaz floriri në feçkën e derrit. Do me thënë, e thoshte nga përvojë vet. Pra, kush është bukuria e vërtet? Frika e Perëndisë. Do me thënë frika, nuk është frika e Perëndisë një fobi, është t'i japësh krijuesit atë që takon, adhurimin, nderimin, vendin e tij të parë, mirënjohjen, falënderimin dhe t'i bindesh urdhëresave të tij. Kjo e zbukuron njeriu. Këtë këmbgul dhe kisha që të zbukuroj njeriu në botën e tij shpirtërore. Kjo pasaj ta thash, vetiu kalon edhe në bukuri trupore, që ndoshta nga ana fizike, do me thënë nga ana e fytyrës, ne nuk mund të jemi shumë simetrik, por jemi simpatik, jemi të bukur. Sepse magnetizon bota shpirtërore. Po i dham rëndësi kësaj, nuk do kemi shumë nevojë për ndërhyrje estetike. Sot nga që njerëzit janë të shëmtuar shpirtërisht. Pse janë të shëmtuar? Sepse është një shoqëri pa Perëndi, që po eksperimenton shumë keq. Dhe kështu që nga që janë të shëmtuar shpirtërisht, pra të vdekur shpirtërisht, të nxirë shpirtërisht, kjo ndikon edhe në pamjen e jashtme. Pse doli makiazhi? Makiazhi doli që vajzat, se të vajzat të gratë doli fillim, pastaj doli e morën dhe burrat, por kur mëkatuan, e humbën bukurinë e vjegjerisë, të lirësisë dhe të moralit, dhe kjo lë shenja dhe gjymtyrë në fytyrë. Atëre, për t'i mbuluar këtë shenja të mëkatit, doli ajo makiazhi. Pra mbulojmë pasojat e mëkatit. Edhe sot, ndërhyrja estetike e tepruar është nga pasojat e mëkatit. Njerëzit nga të cilët ju duket vetja i shëmtuar, se bëjnë mëkate shpirtërore, kërkojnë që me estetikën t'i mbulojmë të njollat mëkatit, po kjo e shëmton akoma më shumë, sepse njeriu humbet dhe atë që është naturaliteti. Dhe bëhet plastik, gjë, si them, e vdekur. Jo vetëm shpirtërisht, por dhe trupërisht. Rrjetet sociale, siç e përmenda edhe pak më parë, po promovojnë her pas here përsosmërinë fizike, duke dëmtuar edhe ata persona të cilët mund të vinë në kishë dhe janë të qetë shpirtërisht. Si mund ta gjejmë një balancë të tillë që mos të ndikohemi nga rrjetet sociale?
Shiko, problemi i rrjeteve sociale sot është një sëmundje, është një epidemi me shumë pasoja, sepse njerëzit po bëhen virtual. Rrjetet sociale janë reklama në shumicën e rasteve. Reklama do të thotë që ti po bën një tregti për shitur një mall. Dhe asnjë reklama në shumicën e rasteve nuk përputhet me përmbajtjen. Pra është një gjë virtuale. Dhe sot nëpërmjet teknologjisë është e mundur që dhe një njeri, se sot po ndodhe kjo që japin fotografinë e tyre nëpërmjet rrjeteve sociale dhe të nxjerrin foton jo ashtu siç janë në të vërtetë, po siç janë të retushuar. Dhe ti zhgënjesh kur e shikon atë njeriu në realitet. Pra, jemi në një botë virtuale. Po virtuale është bosh. Është asgjë. Pra, është një problem i fantazisë sonë. Pra, ne po ushqehemi sot me lukë zbrazët, edhe psikologjikisht, kupton. Kjo është gënjim pasaj, se kjo të kënaq për momentin, por pasaj është si ajo ta thash, nuk mund të ngopet njeriu me lukën zbrazët. Prandaj duhet pasur shumë kujdes me këtë dhe asnjëherë neve nuk duhet të kemi, domethënë, xhelozi për tjetrin. Pavarësisht se ndoshta ne nuk jemi të përsosur. Mund të kem shumë probleme në fizikun time gjitha. Por, kur e kam realizuar jetën time, kam thënë faleminderit Zotit që më ke krijuar kështu. Sepse po mos kisha këtë statur, mund kisha shumë probleme në jetën time në përqasjet e mia. Do me thënë, Zoti di pse na ka krijuar. Dhe ajo që na ngushëllon gjithë, ne jemi unik. Ne jemi qenie unike, të papërsëritshme. Ruaj atë që të ka krijuar Zoti unik. Kjo të bën ty të pranueshëm shoqëri. Zoti nuk është për uniformitet, është për unitet. Pse është i bukur një pyll? Dhe pse është e mërzitur me një pemishte? Shumë njerëz nuk e mendojnë këtë. Pylli është i bukur se ka lloj pemësh. Ka dhe ato lisat, ka dhe ato akacjet, ka dhe këto, ka këto. Dhe ty të pëlqen, se ka diversitet. Dhe me thënë. Kurse pemishtja është e bukur, gjitha, por ama ty të mërziten ajo njësoj. E shikon, e bukur, po velesh. Dhe nuk e shumë dëshirë. Kjo pra është. Pra dhe ne duhet të ruajmë atë, si themi, unitetin, jo uniformitetin, do të thënë personalitetin ton që e ke edhe në pamjen e jashtme. Je ti, dhe nuk ka tjetër se ty. E qose ka disa vështirësi, të cilat sot mund të kalohen me ndërhyrje estetike, nuk është gabim, kur ato kanë probleme fizike, në një jetë normale dhe psikologjike të papërballueshme. Po jo për çdo gjë, për një lëvizje të undës, për një lëvizje të fytyrës, ti të shkosh të bësh ndërhyrje të transformosh veten tënde. Si mund të edukojmë të rinjt, madje edhe njerëzit e tjerë të mos e masin vlerën e tyre përmes pamjes? Sepse vlera e njeriu nuk është trupi, është shpirti. Krishti thotë, shpirti jep jetë trupit. Trupi pa shpirtin është asgjë, është një kufo. Prandaj, vlera e njeriut dhe statusi i vërtet njeriut janë vlerat shpirtërore, ose aftësitë e tij, inteligjenca, profesioni. Sot, po kthehemi në të kundërt. Ne s'po shikojmë vlerën dhe statusin e njeriut, çfarë inteligjence ka, çfarë profesion, ose çfarë stature ka. Sa ndjekës ka në Instagram. Po, stature. Botë që ka pamje, e marrim aty, zëvendin e shpejt në punë, është përfaqësuese një kompanie, etj, se ka staturë. Por brenda mund të jetë asgjë. Dhe çfarë po bëjmë sot neve? Po ulim edhe profesionalizmin, duke përdorur staturën dhe gjithë sot, në vend që të ushtrohen në aftësi shpirtërore intelektuale, po ushtrohen në staturën e jashtme. Dhe nesër kjo pastaj do bëhet një bumerang, sepse do dalin njerëz pa aftë. Dhe shoqëria do dëmtojë veten e vet. Kto janë, shiko, duken si gjëra të pa rëndësishme shumë, por bëhen të rëndësishme kur këto fillon bëhen globale. Dhe sot ndërhyrjet estetike të tepruara, të pa nevojshme, të pa domosdoshme janë epidemi. Që kjo epidemi ka viktima, si nga ana psikologjike, nga ana fizike, po dhe nga ana shoqërore. E qartë. Miran, të falenderoj Kënaqësi që diskutuam edhe sot për këtë temë.